Ramiz Latrovci, pas fitores historike të Kosovës në Sloveni, e ka sjellë atmosferën nga Ljubljana përmes një postimi në Facebook. Me shprehjen e njohur të tij, me lujtë, ai e ka përshkruar krejt energjinë që erdhi me këtë fitore, e cila e çoi Kosovën në play-offin e botrorit. Atmosfera në Ljubljanë, me lujtë, 2 gola, loje shkëlqyere shqiponjave tona, tifozët besnik me brohërimat UÇK janë mrekullia e lojës së kombëtares tonë kundër Slovenisë. Po shkruhet historia e suksesit për futbollin ton, urime futbollist, trajner, agim, FFK e staf teknik, gëzuar futbolldashës, ju lumt, vazhdoj me fitore. Viti 2025 është viti i kampionëve. Pak se e dim çka do të thotë kjo fitore dhe ku na çon kjo pjesë, domethënë, ose ky hap i kaluam. Nuk është gjithçka e përfunduar, sigurisht që kjo na jep mundësi dhe qetësi për të shkuar më tej. Ne kemi edhe në ndeshjet e grupit, edhe ato do të mundohemi bashkarisht, ashtu siç kemi qenë këto ndeshjet e fundit. Pavarësisht që se çka bjen ajo fitore, sigurisht që do të punojmë që atë fitore ta bëjmë për shkak se tregojmë që jemi më merituarit në grup. Prandaj, pas përfundimit të këtij grupi, sigurisht që kemi dy hapa të tjerë, të cilët na çojnë drejt aty ku kemi shënimin, drejt kupës botërore. Aq më shumë emocioni jonë është që kjo kupë mahet në Amerikë. Amerika është një shtet i cili na ka përkrahur dhe mund të them lirisht që na ka ndihmuar të bëhemi shtet. Prandaj kthimi, satisfaksioni është i joni që përveç që njerëzve tonë të cilët kanë dhënë jetën për liri dhe për ta bërë Kosovën shtet, edhe pjesa tjetër e shtetit të cilët na kanë ndihmuar, edhe shtetet të tjera që na kanë ndihmuar miq tonë, nëse jemi në Amerikë, kjo është një satisfaksion që Amerika e ka prej nesh, që sigurisht që ka bërë shumë mirë që një popull të tillë, një shtet të tillë e ka mundsu dhe e ka ndihmuar që të bëhet shtet dhe të dalë në pa në vendet e Evropës dhe në të gjitha vendet e tjera. Prandaj unë i uroj të gjithë futbollistët, shtabin teknik, ekipin organizativ dhe po ashtu edhe dardantë, juve gjithsesi gazetarët të cilët i keni përcjellë dhe ju lutem që jeni afër këtyre njerëzve dhe sidomos më shumti lavdata dhe më shumti jemi krenar me këtë ekip, me këta të cilët janë, me ata të cilët ishin më herët dhe dhanë kontributin, po gjithsesi edhe me këta që vijnë. Pra në fund, uroj dhe shpresoj që të jemi bashkë në Amerikë dhe pikërisht këto rezultate dhe këtë kvalifikim për 9 vite shtet, që është një rezultat, tashmë pa modesti po e them që se ka arrit asnjë shtet, edhe vetë Kroacia e cila ka qenë në katërt në botë, nuk e ka bërë për kaq vite shumë. Sigurisht që ja u dedikoj njerëzve të cilët kanë kontribuar në futboll dhe tashmë nuk janë në mesin tonë. Urime djem, urime Kosovës dhe të gjithë popullit. Faleminderit.